Përshëndetje. Sot jam shumë e emocionuar për një arsye të vetme. Kam një podcast shumë special. Kam ftuar një vajzë shumë të bukur, një vajzë shumë të mençur, një vajzë shumë të zgjuar, po mbi të gjitha kam ftuar një vajzë të talentuar, e cila është Harper. Harper, mirë se erdhe në podcast. Mirë se u gjeta, faleminderit për komplimentet e bukura. Po ti je një dashur më jashtë. Je jetë. Po e di pse jam shumë e emocionuar sot? Ose ti je shoqja e Darlës. Ti je shoqja e gocës time, ju jeni në një klasë. Unë ju kam shumë gjallë. A di që Darla të ka shumë gjallë? Po, e ti e ka konta. E ke gjallë dhe ti? Sa bukur. Atër, mbi të gjitha, Darla më tha, aman mami, të lutem mami, dua të vi dhe unë pak të podcasti kur të kesh të ftuar Harperin. Ta ftojmë Darla për një minutë? Sigurisht. Po, mund të vish Darla? Mami, mos të ftuar Harperin sot, do bëj dhe unë një 3 pyetje. I pak tani të lutem. Vërtet? Po, Harper më duhet të 3 pyetje do t'ja bëj. Sepse Darla ka dëshirë të bëj 3 pyetje. Do t'ja bësh 3 pyetje, po do më marrë shumë kohë. Jo, Mirë, okej. mos të marrë. Okej, vazhdo me shoqen tënde, po. Atëherë Harper, faleminderit që ke ardhur sot dhe pranove ftesën e mamit tim dhe time gjithashtu, sepse ishte dhe ideja ime që të vije ti, jo vetëm në mamit tim, s'ka problem. Pra, do të bëj sa pyetje. Nëse ti ke shkruar 2 libra, diçka e tillë, atëherë në që ti e mirë në imaginat, ke imaginat dhe shkruan bukur, a mund të më ndihmosh në mua për ta japë në një gjë zëshat e klasa që të shkruan? Se nuk të shaq shumë. Do përpiqem, sidomos për shkak si ti, sepse ti je një shokë shumë e veçantë, prandaj do bëj një tjetër. Do përpiqem. Edhe unë kur të kesh ti në fakt gjithmonë do të ndihmoj. E do të jem aty. Po, desha të bëja një pyetje për gjendën. Çfarë gjendës të pëlqen më shumë? Shoqërore, si gjuha, historia, qytetaria, kështu? Apo shkencore si matematika, dituria? Mendoj shoqërore, sepse mua më pëlqen më shumë arti dhe mendoj që është një mënyrë e mrekullueshme për të shprehur ndjenjat e tua dhe ndihesh më e lirshme në art. Por gjithashtu më pëlqen edhe në shkencore. Mendon se do të bësh një libër tjetër? Po, mendoj që do ta bëj, madje kam dhe historinë gati, në rregull. Dhe mendoj që ka shumë shanse që do ta bëj. Faleminderit. Tani do të vi mami. Pse mami? Po tani do të vi mami. Do të vi mami? Okej. Mirë pafshim Harper. Po që. Faleminderit Do të Darla. shoh për të dashur. Faleminderit Darla për gjithë episodin. Tani do shkoj që të shoh. Po. Mirë pafshim. Atëra, të nderuar miq, fillojmë nga programi jon. Ta pyesim pak, kush është Harper? Me 3 fjalë, me 4 fjalë, si të duash, si e përshkruan Harperin vete? Tani unë mendoj që kam shumë cilësi, por mendoj 3 fjalë që do më përshkruajnë më shumë janë e sjellshme, kurioztare dhe artikuluar. Bravo. Ku e kuptove për herë të parë që kishe talent të shkruarin? E kam kuptuar rreth moshës 7 vjeçe, than mamit, pastaj e kuptoj që kisha talent për të shkruar histori, dhe kështu më regjistroj në një kurs shkrim letërsie, ku takova një mësuese enciklishe dhe shkrimtare Urdina Çupi, e cila buri re që nuk kisha talent për të shkruar. O, sa gjë e bukur. Pra, të nderuar prindër, është shumë e rëndësishme të zbulojmë talentin e fëmijës. Dhe ne në këtë rast përshëndesim mamin e Harperit, të cilës ka arritur ta zbuloj dhe të shkoj pas talentit të fëmijës. Ti ke shkruar 2 libra deri tani, të cilët i ke botuar këta 2 libra. Ke një imagjinat shumë të zhvilluar. Mund të më thuash pak për më shumë mbi këta libra? Atëherë, librat e mi flasin më shumë rreth aventurave. Atëherë, ky është libri im, i cili titullohet Gruaja dhe Gjiganti,
Dhe flet për një vajzë e cila niset në një aventurë për të shpëtuar një gjigant që ta kthejë atë përsëri në një njeri. Dhe nëse kam mundësi, unë do doja të lexoja një fragment, një pjesë nga libri. Patjetër. Se kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë, unë doja të lexoj një faqe që përshkruan për gigantin dhe përshkruan për gigantin. Giganti nuk mbante mend asgjë, sepse magjistrali kishte fshirë kujdesën që të mos rrezikonte t'ia merrte pushtetin. E vetmja gjë që i kujtoi ishte dikur kishte qenë njeri. Bante pastërti, sillej në mënyrë delikate dhe ishte i përmbajtur ndryshe nga që janë zakonisht krijesa që jetojnë larg shoqërisë njerëzore. Gjatë gjithë jetës, princi kishte qenë shumë i shoqërueshëm dhe i dashur me njerëzit. Ai nuk e duronte vetmin. Ndaj, pas disa kohësh të kaluar vetëm në shpellë, ai filloi të gjente mënyra të ndryshme se si të miqësohej me njerëz të ndryshëm, duke u shfaqur anën e tij të mirë dhe miqësore që fshihej pas detyrës për gigantin. Ishte thjesht të zemër, sepse nga natyra ishte i dashur dhe i dëmshëm. Ai fliste gjithmonë për pasionin e tij për libra dhe shpesh i ftonte në shpellë dhe u tregonte histori që kishte lexuar. Ata, si shpërblim, e ndihmonin me punën në shpellë. Në fakt, kjo pjesë që ti lexove ishte mrekullueshme. Kishe të bënte pak edhe me ndjenjat njerëzore. Po, sepse giganti, pas të shndroi në një gigant, ishte një njeri dhe që ta theksoj, ai ishte një princ që do merrte pushtetin e babait të tij pasi ai kishte ndëruar jetë, por një magjistar i lig që dëshironte pushtetin e tij e shndroi atë në një gigant dhe vetë u bë princ. Pra, imagjinata jote, Arper, lidhet me jetën aktuale. Unë të përgëzoj që një vajzë 10 vjeçare ka bërë lidhje kaq të forta të jetës aktuale të përkthyer nëpërmjet personazheve në një libër të tillë. Faleminderit. Atëherë, unë të vas zënjur vola aty, se kam shumë përqef për të them kështu. Si duket bota jote kur fillon të shkruash? Bota ime shndërrohet nga bota reale dhe e përditshme në një botë plot me ngjyra, emocione, histori, personazhe dhe miqtëri. Pra në një botë më të bukur dhe një botë fëminore. Zemër ti. Po, të pëlqej të kesh shumë mësira? Po, është diçka shumë e bukur dhe mësia është një nga eksperiencat më të bukura që do të kesh, pasi të kesh shumë shok dhe shoqe është e mrekullueshme, pasi ti kur je i vetmuar sikur ke një ndjenjë të zymtë dhe bota jote nuk është shumë e pasur. Ashtu është. E unë Arper kam shumë miq, kam shumë shok, kam shumë shoqe dhe unë nuk rri dot pa shoqëri me tyre, që kanë të ndërtuar për vite dhe kam një shoqëri shumë të mirë dhe shumë të sinqertë. Me këtë rast i përshëndes. Se sa kam qenë sa Arper i kështu pak më madhe, 12-13 vjeçe, kam filluar të ndërtoj shoqërinë time në mënyrë të pavarur, sepse kam qenë larguar në shkollë dhe familje dhe aty kam ndërtuar gjithçka. Arper të përgëzoj për këtë gjë të bukur që ti ke bërë dhe për talentin që ti ke, sepse ti je një ndër talentet e reja të cilat unë e admiroj. Unë e admiroj të gjithë fëmijët të cilët kanë talent dhe duan patjetër të jenë të suksesshëm. Faleminderit, të presoj shumë kamera. Po të vdesë, sot sa e mirë që je. Atë e vazhdo. A është të shkruash për ty pasion, lojë apo mënyrë për të treguar atë që ndjen? Do të thoya të treja sepse për mua është lojë nga që më jep kënaqësi. Është pasion sepse unë e shijoj dhe kam talent, ndërsa është mënyrë për të treguar ndjenjat e mia, sepse unë i tregoj ndjenjat duke i shprehur ato te personazhet ose historik. Do të na tregosh, Arper, diçka tjetër se si ti përveç se kësaj botës së librit që e ke shumë të zhvilluar, këtë talent të cilin ti e ke të shkëlqyer, se ky ishte libri juaj, Lura dhe Gjiganti, ishte një pak të nderuar miq, një libër i shkruar nga Arperi, ja sugjerojmë që ta merrni. Dhe më lejoni të lexoj diçka, një pjesë të bukur të ky libri jot? Atëherë, një magjistar lig e shndron princin Lorenz në një gjigant. Ja fshin kujtesën e degdis në një shpellë të largët
dhe i merr pushtetin. Edhe pse me trup përbindëshi, ai vazhdon të mbetet princ në shpirt, zemër mirë dhe fisnik. Prandaj, njeriu i mirë mbetet i mirë, pavarësisht se çfarë kërkon çdo kush që të ketë dhe ti mund ta shndërrosh atë nga situata. Pastaj vazhdoj më poshtë personazhi tjetër. Lura, një vajzë guximtare, ndërmerr aventurën për të gjetur përbërësit e supës magjike, që do ta shndrojë gigantin përsëri në princ. E ndihmuar nga trinja, macja e zezë, ajo ja dëmban dhe gjatë rrugtimit ndihmon edhe shumë të tjerë. Pra, ky libër, i cili i shkruar nga një vajzë 10 vjeçare me shumë pasion, tregon shumë mbi jetën tonë, mbi jetën se si ne duam që njerëzit tanë të dashur të kthehen përsëri zemër mirë, të kthehen përsëri në gjendjen e tyre kur ata kalojnë sfida, kur ata kalojnë trauma, kur ata kalojnë shqetësime, kur ata kalojnë hallë dhe probleme. Dhe ja kjo është Harper Vula me një libër plot botë, pasion, me një libër plot mesazhe. Një talent i ri i cili duhet vlerësuar pafund dhe të jetë pjesë e të gjithë talenteve që ecin në këtë fushë. Atëherë Harper, pas ke shkruar dhe një libër tjetër? Po. Pas përvojës me librin Mrekullia e botës së gjashtë. Më tregon pak për këtë gjë? Atëherë, Mrekullia e botës së gjashtë ka qenë më saktë një eksperiment, sepse unë ju thash më përpara që isha regjistruar në një kurs shkrim letërsi, që mësuese ishte shkrimtare Ordina Çopi, dhe ajo na dha mundësi të gjitha ata që merrnin pjesë në kurs të botonin një libër. Dhe Mrekullia e botës së gjashtë ka qenë, si të themi, një eksperiment, dhe nga ai grup vetëm mundi dola që të shkruaj librin e dytë. Mrekullia e botës së gjashtë fliste për 3 botë. Botën e 5, ku jetonin Zana, botën e 6, ku nuk jetonte njeri dhe ishte thjesht një botë e kaluar, ndërsa botën e 7, ku jetonin angjëjt. Në botën e 5 jetonte një mbret i ri që sapo ishte kurorzuar. Dhe aty jetonin Zana. Ndërsa në botën e 7 jetonin angjëjt, ku ishte një mbret i plakur dhe kishte një vajzë, një princeshë të quajtur Vleria. Mbreti i botës së 5 quhej Aster. Të dy u dashuruan me njëri tjetrin, por e dinin që askush nuk do t'i mbështeste në dashurinë dhe martesën e tyre, kështu vendosin të martoheshin fshehurazi. Një roje i pa ata dhe i raportoi te mbreti i botës së 7, pra babai i princeshës, dhe ai nuk i lejon të martoheshin, duke vendosur Vlerinë në një kull që të mos takojnë me Astirin, dhe të dy ishin të mërzitur. Vleria fusmori i rënd edhe erdhën shumë doktor të ta vizituar. Të gjithë kishin të njëjtin rezultat, ajo ishte shtatzan me 2 binjake. Pas disa muajsh, ajo e lindi 2 binjakët dhe babai i saj, pra mbreti, duke parë që njëra ishte angjëll dhe tjetra zan, njërën që ishte angjëll e mbajti i vet, ndërsa tjetrën që ishte zan ja la Astirin. Por më të takoshin të dyja në botën e 6, ku nuk jetonte njeri dhe luanin së bashku me njëra tjetrën. Kjo vazhdonte për vite të tëra, ndërsa një ditë mbreti i botës 7 dëshironte ta vizitonte botën e 6. Kështu kur ai shkoi pa dy mbesat e tij, të cilat po luanin me njëra tjetrën, dhe kështu vuri re që ndoshta ai duhet i lejonte Vlerinë dhe Astirin të bashkoheshin me njëri tjetrin për hir të vajzave të tyre. Kështu ai lajmëroi Astirin dhe në fund organizoi një dasëm për ato të dy, përsëri dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Shumë e bukur, që nga vërtet shumë e bukur edhe natyra jote kurioztare me një imagjinat kaq të zhvilluar, duket sikur të pëlqen shumë të shkruash rrëfime të ndërlikuara.
Po është e vërtet, mua më pëlqejnë rrëfime që kanë tensione, kanë aventura, të përmbajnë edhe gëzime dhe një fund të lumtur, sepse gjithmonë nëse ti ke kaluar shumë trauma, tensione ose situata të vështira, e meriton që të kesh një fund të lumtur, prandaj në çdo histori që nëse ka tensione, unë përpiqem që ta gjej fundin e lumtur, që edhe personazhi, pas të gjitha gjërave të vështira që ka kaluar, të ketë një jetë të lumtur në fund. Fakti, që po mendoja që do të tregoj histori reale të jetës në vazhdimsi. E do të isha shumë e lumtur që ti përktheje në libra të shkruar, në mesazhe të forta. Sepse kjo mendësi e juaja, kjo mençuri e juaja, e cila është vlerë, tregon që fundi i lumtur është kuptimi i gjithë jetës. Dhe normalisht shumë bukur që të gjitha historitë i përkthejnë në funde shumë të lumtura. Ndoshta në vazhdimsi dhe me kalimin e kohës kur ti të rritesh dhe pak, do kesh akoma dhe mundësira të tjera, edhe kreativiteti dhe ndryshimi i moshës do bëj të vetën, për të krijuar dhe gjëra më të bukura. Atëherë Arber, të bëj ca pyetje të tjera kështu të vogla? Po sigurisht. Çfarë fjalë do t'i thoshe mamit? Një fjalë mamit, sa të mbështet mamit të Arber? Mua mbështet gati sa gjithë bota, madje sa gjithë bota. Dhe unë dua shumë atë dhe falenderoj për çdo mbështetje që më ka dhënë dhe që është gjendur aty në çdo hap tim. Bravo. Po Babi? Të njëjtën gjë edhe për Babin, madje dua ta falenderoj edhe atë sepse ai është përpjekur gjithmonë për më të mirë për mua dhe i falenderoj shumë që të dy dhe i dua shumë. Po Lali, të mërzit me një qik si i dua i Darles? E kemi gjatë Lalin? Lalin, se si është Lali? I përqet librat apo ti merr dieta dhe këti? Qa bë Lali? Bëna i që promuj kështu gjërash nga këto gjërat e tua. Se dua i Darles i prish të gjitha. Ai është shumë më e gjithë. E ti që do vëzhgjojnë mua për të thënë. Gjithsesi, po edhe ai më ka mbështetur edhe pse ndonjëherë si vetesh me mua, ai më ka ndihmuar edhe mua, për të thënë, kur kam qenë në ngjetur në ndonjë pjesë të librit, ai ka thënë më shtosh këtë ide si një gjë është. Edhe unë gjithmonë kam ndërsuar këtë nga ana ime dhe gjithashtu e dua atë shumë, ka që ai gjithmonë mburret, domethënë motra ime shkrimtare dhe atë e dua. Për pasi pikë referimi ai po. Ai gjithkohës ai thot motra ime dhe dua i Darles, se di çfarë bën. Darla ka qef të këndoj kështu ashtu i përqen. Ju motrat e mëdha keni një fat shumë të mirë, që këta vëllezërit e vejgjë gjithmonë do krenohen me ju, po do t'i bëni krenar gjithmonë ashtu. Apo ja, e kemi gjanë dhe vaj, pa tjetër. Pavarësisht rëmujës, ne i dua fëmijët rëmujë, kështu që ne kemi gjanë mbi të gjitha vajin e Arperit dhe i përshëndesim dhe prindrit e Arperit dhe i urojmë sa më shumë suksese vajzës së tyre. Atjere e vjojnë pak më tej. Harper, ju keni një klasë, si në keni 37 apo si 36. 36. Keni një mësuese Barbonën shumë të mirë. Dhe të thash në një mesazh mësuese Bonës, përveç se e dua me dim që e dua dhe kemi gjanë. Lodhet shumë me ju? Po, unë e vlerësoj shumë mësuese Barbonën, sepse lodhet që të gjithë ne në fund të ditës të kemi mësuar shumë dhe të jemi gati kur të dalim në jetën kur të rritemi. Dhe unë dua ta falenderoj shumë atë, pasi ajo gjithmonë më ka mbështetur me librin dhe është përpjekur që unë të dal më mirë dhe gjithashtu më ka vlerësuar mua. Dhe unë dua ta falenderoj për gjithë mundin që ajo më ka dhënë vetëm mua, por edhe klasës, pasi ajo përpiqet gjithmonë që ne të dalim më mirë. Bravo, falenderit mëse bona dhe nga ana ime dhe nga ana e Darles edhe të tjera. Atëherë, Harper, gjithçka mbi talentin tënd mbi librin ne i përmendëm sot. Ke ndonjë gjë tjetër që do ta përmbledhësh, që do ta thuash për veten tënde, ndonjë aktivitet, ndonjë gjë që ti e ke qef ta thuash, një rrugëtim, çfarë ke ti dëshirë të thuash diçka të fundit në këtë intervistë? Tani, si fillim, unë dua të rregoj gjëra që mua pëlqejnë dhe për ëndrat e mia.
Unë dua që kur të rritem të marr pjesë në më shumë konkurse dhe kur të bëjmë akoma dhe më e rritur të organizoj disa. Dhe gjithashtu dua të bëj një prezantuese sepse është si talenti im I dytë temi. Edhe unë dua t'i falenderoj të gjithë ata që panë këtë intervistë sepse unë e vlerësoj shumë dhe do të ndërtoj shumë publikun edhe I falenderoj shumë të gjithë. Po ftes, të jetë dashurie për te. Atëherë ne jemi në fund të pjesës, përderisa jemi në fund, me Harperin po I mbyllim me një fjali e cila është që Harper të shkëlqej kudo, çfarë ti doj zemra, të bëhet një prezantuese ashtu siç ajo ka qef, që do publiku, një shkrimtare, ndoshta ku të rritet dhe pak mund të ndryshojë në një dëshirë në një ëndër nga ato që përmendi, por kjo I përket vetëm Harperit, një talent I cili është talenti më I ri që unë kam parë dhe një talent që është shumë për të vlerësuar. Harper, të falenderoj që ishe pjesë e podcastit dhe mbi të gjitha unë të uroj shumë suksese. Falenderoj, unë falenderoj juve për ftesën tuaj gjithashtu. Dhe vlerësoj shumë nga ana juaj dhe dua të falenderoj juve që më keni ftuar dhe më dha mundësinë të isha në këtë podcast. Dua të falenderoj edhe publikun që po na sheh tani, që ato vazhdon akoma na shoh dhe e mori mundimin që nga minutat e veta të më shikoj këtë intervistë që këtë podcast që kam bërë sot. Dhe I falenderoj për ato që ndjekësit dhe të gjithë ata që e mundsuan intervistën time këtu. Lexoni librat e Harperit. Janë plot shije, plot mesazhe të forta. Këto libra jo vetëm të peshqit, por edhe të mëdhenj t'i lexojnë. Harper Vula, Lura dhe Gjiganti. Ju ftojmë të lexoni librin e Harperit. Harper, shumë suksese dhe të kam shumë gjatë.